Në të marrë të Malësisë së Madhe është përkujtuar 81 vjetori i kryengritjes së Pregcalit dhe malësorit të tjerë kundër regjimit komunist, që përfundoi me vrasjen e tij dhe 8 të tjerëve, si edhe dënimin e 25 personave. Unioni Mbarkombëtar ishte përndjekur politik, ka marrë përsipër një nisëm për realizimin e një busi për Pregcalin e Vermosh, teksa i bën thirrje diasporës dhe kujdo tjetër që të kontribuojnë. Unioni Mbarkombëtar i Integrimit Burgosëve të përndjekur politik të Shqipërisë shpalos projektin e ndërtimit të obeliskut në Vermosh të herojt Pregcalit Kelmendi Therret. Na ktheni herojnë e kufirit shtetëror shqiptar o malazes Pregcalin mas 81 vitesh. Vermoshi don birin e tij në vendlindjen e tij. Kontribo në kthimin e këtij burri që nuk ja ktheu shpinën a dheut. Ndërkohë, historiani Romeo Gurakuqi vlerësoi figurën e Pregcalit dhe tha se Shqipëria nuk mund të integrohet në Europë pa dënuar krimet e komunizmit. Ende Shqipëria zyrtare nuk ka kërkuar falje edhe nuk ka dënuar krimet e komunizmit. Edhe kjo është një prej le themi pengjeve që ajo do duhet ta kishte bërë në unison. Pa kërkuar falje për krimet e komunizmit dhe pa bërë pendesen edhe pa dënuar krimet e komunizmit, është e pamundur që një vend i cili kërkon të reflektojë dhe të hyjë në Europë të mund të jetë i një mend në mënyrë edhe i vërtet, ashtu sikurse e kërkojnë standardet europiane. Pregcali luftoi dhe mbrojtje trojtë të Malësisë së Madhe prej pushtuesve serbo-malazez, por u ekzekutua prej komunistëve më 25 mars 1945.